Do të veproj me forcën që na jep ligji kundrejt Bashkisë Shkodër nëse nuk gjendet një zgjidhje për furnizimin e banorëve të lagjes për mendim me ujë të pishëm. Kështu shprehti inspektori i ujrave Mikel Kopsaj, që është edhe banor i asaj zone. Aty asgjë nuk ka ndryshuar dhe bashkia nuk ka marrë asnjë mas për furnizimin e ujit. Situata është si më përpara. Domethënë para 8 muajsh kena bën një intervistë bashkë këtu. Edhe situata nuk ka ndryshuar as pak. Gjendja shumë e rëndë, siç e pat vet. Njerëzit nuk kanë ujë të pishëm. Njerëzit detyrohen me shku në vende të tjera me marrë ujë me pi. Shumë prej tyre përdorin puset që janë dëmshme për shëndetin me pi. Unë edhe një herë i bëj thirrje bashkisë, drejtorisë ujësillës kanalizimeve, që të marrin masa për këtë zonë, se nuk janë pak, janë më shumë se 800 banorë në këtë zonë. Unë jam inspektor të ujnat, por pikë së pari unë du me bashkëpunu me ta. Në të kundërtën, nëse bashkia dhe drejtoria nuk merr masa, unë do të përdori gjithë forcën që më jep ligji që kjo zonë ketë ujë të pishëm. Dhe ata dinë shumë mirë se cilat janë masat që mundet me marrë inspektorati jonë. Kështu që i bëj edhe një herë thirrje për herë të fundit që të vënë dorë këtë zonë, se këta janë banorë që paguajnë nëse vjen ujë i pishëm. Sa i bën faturat secilit, duhet me për ujë të pishëm edhe ata paguajnë. Inspektori Kopsaj, duke qenë edhe banor në atë zonë, thotë se dëshira e tij dhe e komunitetit është që me bashkinë të gjendet rruga e bashkëpunimit dhe të zgjidhet problemi i ujit, por në rast se bashkia nuk reagon, atëherë nuk përjashtohet as vendosja e xhobës, që shkon deri në 20 milion lekë të vjetra. Unë do të përdori gjithë forcën e ligjit. Një në forcat e ligjit është edhe xhoba. Unë do të përdori forcën e ligjit, por kërkoj që ata të bashkëpunojmë më përpara. Duhet që të bashkëpunojmë, se nuk është as në interes tam, as në interes banorëve që bashkia mu xhobit, interesi është me ardh ujë i pishëm. Ky është interesi kryesor. Pastaj nëse nuk vjen ujë i pishëm, ne do të veprojmë me gjithë forcat që na jep ligji. Edhe më parë inspektori Kopsaj bashkë me komunitetin kanë reaguar por zëri i tyre ka rënë vesh të shurdhër, duke qenë se ende mungon uji i pishëm në zonën e fermentimit.